وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqertë i takojnë të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij se dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, gjithë ju që na ndiqni përmes website-it të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër dhe radio televizionit Islam, spari fillimisht më lejoni që ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Lut Allahun e Madhërisëm që agjërimin ton, namazin dhe ibadetet tjera dhe punët e mira të cilat i kemi bërë në këtë muaj të bekuar, të na i pranon dhe të na jep forcë që edhe këto ditë të cilat na kanë ngelur prej muajit të bekuar Ramazan ti kalojmë me agjërim, me adhurim dhe me punë të mira. Ajo për të cilën do të flasim në këtë ligjërat ka të bëjë me një nga shtyllat e Islamit, me zeqatin. Fakt, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij qartë e ka shpjeguar se zeqati është një nga shtyllat e Islamit. Dhe ka thënë: "Buniyal Islamu ala khamsin." Islami ndërtohet mbi 5 shtylla. Dhe ka përmend dëshmia shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, falja e namazit, dhënia e zeqatit, agjërimi i Ramazanit dhe kryerja e haxhit për ata të cilët kanë mundësi normalisht. Pra, zeqati është një nga shtyllat e Islamit. Me fjalë tjera ne themi se zeqati është fars për muslimanin. Dhe çdo besimtar që beson Allahun e Madhërisëm, ai obligohet që në fund të vitit apo kur e llogarit ai vitin sipas kalendarit të hënës, që ta nxjerr zeqatin e pasurisë së tij. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar na udhëron për këtë gjë edhe thot: "Wa aqimus salate wa atuz zakate." Falni namazin dhe jepni zeqatin. Do të thotë, besimtari ashtu siç obligohet që ta fal namazin, obligohet edhe ta jep zeqatin e pasurisë së tij. Për shkak se besimtari pra ka obligime të natyrave të ndryshme. Ka obligime trupore, siç është për shembull namazi, ka obligime që janë në pasuri, siç është zeqati, dhe ka obligime që janë edhe me trup, po edhe në pasuri, siç është për shembull haxhi. Që do të thotë se farzet me të cilat ne obligohemi janë të natyrave të ndryshme në kuptim të asaj se çfarë karakteri dhe çfarë përbajtje kanë. Do të thotë për namaz nuk ke nevojë të kesh pasuri, namazin e fal ti vetë si person, mirë po për zeqatin normalisht se obligohet për ata persona të cilët kanë pasuri. Për të kuptuar më mirë, ne themi se zeqati nuk është ai tatim të cilin ne e mendojmë në shtetet e sotme. Zeqati spari është adhurim ibadet, si namazi, si haxhi, si agjërimi. Por është normalisht edhe një lloj tatimi në pasuri, por që e ka përcaktuar Allahu i Madhërisëm. Personi i cili obligohet me zeqat, duhet ta ketë parasysh se me dhënien e zeqatit, ai nuk e pakson pasurinë e vet, por ai i lutet Allahut dhe kryen një obligim që në fakt feedbacku i kësaj apo rezultati i kësaj është shtimi i pasurisë së tij. Këtë kuptim edhe ka edhe fjala zeqat. Në gjuhën arabe, zeqat ka kuptimin pastrim edhe shtim. Do të thotë e pastron pasurinë tënde dhe e pastron veten tënde, shpirtin tënd nga kopratësia, nga
lakmia, nga dëshira e flak për pasuri, për duke dhënë zeqatin, faktikisht pra ti tregon se je i gatshëm të japish në rrugë të Allahut dhe nuk je dorë shtërnguar, nuk mendon vetëm për vete, nuk je lakmitar i madh i pasurisë. Kjo është një. Dhe e dyta është shtim dhe bereqet. Allahu i madhrishëm atij i cili e jep zeqatin i ashton pasurinë, i bekon pasurinë. Do të thotë mos mendoje ai që jep zeqatin se i është paksuar pasuria. Jo. Qartë është e thonë pra në një transmetim, ma nekasa sadaqatun min mali muslimin. Sadakaja lëmosha, ku përfshihet edhe zeqati, kuri nuk e ka paksu pasurinë e muslimanit. Pasurinë e njeriut në përgjithësi. Vetëm se e shton e nuk e pakson. Por nga ana tjetër, duhet patur kujdes se ai person i cili ka pasuri dhe nuk e jep zeqatin e pasurisë së tij, normalisht se ai ka bërë gabim në aspektin fetar, ka bërë mëkat ndaj Allahut të Madhërisëm, nuk e ka zbatuar urdhrin, nuk e ka çuar në vend urdhrin e Allahut të Madhërisëm. Por po ashtu ka edhe pasoja, si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Normalisht se Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar na ka folur për këto pasoja dhe ka thënë se pasuria e tyre, të cilët nuk e japin zeqatin, çka do të bëhen? Thotë do të skuqet. Yawma yuhma alejha fi nari jahannam. Në ditën e gjykimit, në zjarrin e xhenemit, ajo pasuri do të skuqet, fetukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Dhe me atë pasuri do të damkosen, cilët do të damkosen shpina, anët, balli, pra trupi i atij personi i cili ka patur pasuri, por nuk e ka dhënë pasurinë. Dhe do t'i thuhet pra, hadha ma kenestum li anfusikum. Atyre do t'u thuhet, kjo është ajo që ju e keni grumbulluar si pasuri e nuk e keni dhënë zeqatin e saj. Por atë vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, gjithë ata të cilët kanë pasuri dhe pasuria e tyre nuk është vetëm për nevojat e tyre personale, por tepron, me thonë, përveç nevojave të tyre personale, tepron është edhe më tepër dhe arrin sasinë asaj që është nisab, që sipas një versioni është 85 gram ari, do të thotë në bazë të vlerës së arit, sa është në atë ditë kur ti e nxjerr zeqatin. Nëse pas plotësimit të nevojave tua personale, familjare, ti ke pasuri në këtë sasi, do me thonë që të tepron, dhe kjo pasuri një vjet ka qëndruar tek ti. Pra një vjet plot e ke pasur në këtë sasi, atëherë obligohesh ta japish zeqatin. Nëse ti ke pasuri, por nevojat tua personale, familjare, e përfshin atë pasuri, do të thotë ti e harxhon, nuk ngelet mbi nevojat tua personale në sasi të 85 gram ari në vlerë të asaj, atëherë ti nuk je obliguar që të japish, normalisht që të japish zeqat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qartë e ka treguar çështjen e atyre personave të cilët nuk japin zeqat. Ai na ka thënë në hadithet e tij se kur një popull e ndalon zeqatin, Allahu i Madhrishëm i sprovon, thot, me thatësi. Thatësi për shkak se bereqeti nuk bëhet pastaj dhe kam problem me bereqetin. Po ashtu në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ruhuni nga 5 gjëra. Dhe në mesin e këtyre 5 gjërave e ka përmendur edhe ruhuni që mos të largohuni nga zeqati. Pra, ruhuni që mos të hiqni dorë nga zeqati, se një popull që heq dorë nga zeqati, do të thot nuk e jep zeqatin e pasurisë. Çka do thot? Allahu xhallashanuhu ja ndalon atij shiun. Dhe nëse nuk ishin kafshët të cilat janë në tokë që Allahu i ka krijuar, për shkak të atyre edhe një pikë shiu nuk do të pikonte. Për atë pra, ky është një mesazh i qartë nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se muslimani duhet të jetë i kujdesshëm dhe nuk duhet të heqë dorë nga zeqati, nuk duhet të mendoj se me dhënien e zeqatit i paksohet pasuria. Allahu i Madhrishëm
e shton pasurin. Në fakt, zeqati në çka ka për qëllim? Zeqati ka për qëllim që t'i shuaj në një shoqëri klasat, mos ketë shumë të varfër që nuk kanë çka të hanë, por të vene një balans, një ekuilibër, të vene një rrugë mesatare, edhe ai që s'ka të përfitojnë nga pasuria atyre të cilët kanë. Po ashtu, me këtë, tentohet të bëhet një siguri shoqërore. Pse? Sepse ai i varfuri, kur do ta shese të pasurit e japin zeqatin, nuk mendon keq për ata, nuk mendon t'u vjedhë atyre, nuk mendon t'u bëjë dëm atyre. Do të jetë i kënaqur, bire do të lutet për ata, do ta lut Allahun që i ka ndihmuar. Pra do të drejtohet te Allahu xhaleshanu me lutje për ata. Do të thotë, në këtë formë zeqati ka qëllim t'i forcoj lidhjet në një shoqëri. Dhe njeriu ta ndjej se nuk është vetë, edhe ai i varfuri ta ndjej se nuk është vetë, por ka që i ndihmojnë atij, ka që ja zgjatin dorën e ndihmës atij, ka që luten për të, për shkak se ai u ka ndihmuar me pasurinë e tij. Do të thotë, në këtë kontekst duhet të shihet zeqati si një solidaritet, humanitet, ndihëm, e nuk duhet të shihet si humbje e pasurisë apo paksim i pasurisë. Kur jemi te çështja e zeqatit, normalisht është shumë e rëndësishme që vëllezërit dhe motrat tona të gjithë pra ta kenë parasysh se për zeqatin duhet ta llogarisim. Çka do të thotë? Duhet ta llogarit sa pasuri un kam në fund të vitit. E tash kur është fundi i vitit? Tu nuk aludojmë në dhjetorin. Aludohet na që çdo musliman duhet ta përcaktoj një datë apo një kohë. Dhe më e preferuar është muaji Ramazan. Prej Ramazanit në Ramazan sipas kalendarit të hënës llogaritet. Dhe në atë periudhë kohore prej një viti do ta sheh sa pasuri ka patur. Nëse në Ramazanin tjetër, prej këtij Ramazanin tjetër, ti krahas nevojave tua themelore që i ke patur si njeri, duhet paguash banesë, kështu në Zvicër për shembull. Duhet të paguash tatim, shtojer që i themi këtu në gjermanisht. Duhet paguash taksa tjera. Krejt ti këto i llogarit. Çka ke edhe borxhe tjera që i ke. Krejt këto i hek anësh. Dhe mandej e sheh sa të kanë ngelur. Nëse të kanë ngelur aq pasuri që të ka tepruar prej të gjitha këtyre nevojave, në vlerë të 85 gram ari, sa e ka vlerën aq, atëherë ti për atë sasi jep zeqat. Sa jep zeqat? 2/5%. Ajo do të thotë në 1000 franga i bie 25 franga të japish zeqat. Por kjo duhet të llogaritet. Kjo duhet të llogaritet. Pse e them këtë? Këtë e them se shumë vëllezër vinë, po edhe motra po ashtu, edhe nxjerr tazam 20 franga ose 50 franga dhe thot, këto janë zeqat. Shikoni, zeqati nuk është sadaka. Do me thonë, ti mundesh me dhënë edhe 10 franga sadaka, lëmosh, por për zeqat nuk shkon ashtu, 20 franga ose 50 franga zeqat. Pse? Duhet ta llogarisish. Thonë, duhet ta llogarisish sa pasuri ke, dhe ajo që të ka ngelur nga shuma asaj, duhet të nxjerrish 2/5%. Nga shuma e saj. Jo ti sa mendon se ai këto do t'i jap zeqat. Ajo nuk është ashtu. Pra duhet të llogaritet. Tu duhet të jemi mjaft të kujdesshëm. Pika e dytë që po ashtu duhet të jemi të kujdesshëm është që disa vëllezër shpeshherë na thonë se ne paguajmë tatim. Dhe ne paguajmë tatim, pse të japim zeqat? Tatimi apo taksa shtojeri që e paguan nuk e zaventon zeqatin. Zeqati është tjetër gjë, zeqati është adhurim. Për zeqatin duhet nijet kesh. Kur e jep do me thonë zeqatin, ti duhet kesh nijet se këto para, këtë sasi e jep për zeqat. Zeqati është si namazi. Pa nijeta, mund të falish namaz, nuk mund të falish namaz pa nijet. Edhe zeqati nuk mund të japish pa nijet. Do të thotë, zeqati nuk ka të bëj me tatimin, me shtojerin që e paguajnë njerëzit. Normalisht, sa ketë paguaj shtojer nuk i fut në zeqat. Për shembull, këtë vit unë duhet të paguaj 5.000 franga tatim. Ti këto 5.000 franga do t'i hekish prej shumës përgjithshme pasurisë që ke. Pasi ti hekish këto 5.000 franga, atëherë do t'a shohish se sa është sasia e
parave që të ngelur dhe për ato do të japi zeqat. Do të thotë nuk e jep 2 herë në të njëjtën pasuri. I largon borxhet, e largon tatimin që ke ta japësh apo obligime tjera që i ke ndaj shtetit e kështu me radhë dhe pastaj në atë pjesë që ka ngelur në atë do të japi zeqat. Por kjo duhet të llogaritet dhe këtu mund të kërkoni normalisht edhe duhet të kërkoni asistencën e hoxhallarëve tonë të nderuar, po ashtu edhe të komunitetit musliman shqiptar. Këtu në Zvicër flasim, hoxhallarët e tij janë në disponimin e xhamatit çdo herë që t'u ndihmojnë, po ashtu edhe firmat e ndryshme që kanë nevojë sepse zeqati jepet edhe në aksione. Ta zëm, ka njerëz që kanë pasuri, kanë para në vete, i kanë në kontot e veta, por ka që pasurinë e kanë si aksione. Edhe para ato ka zeqat, sepse edhe ajo pasuri. Dhe mvaret ato aksione në çka janë të investuara. A janë për tregti, apo janë në industri dhe synohet të merret profiti i tyre, edhe këtu duhet të bëhet pra dallimi. Dhe krejt këto duhet të jemi të kujdesshëm se këto i nënshtrohen zeqatit. Shumë vëllezër na pyesin këto që kanë pension kas, do me thonë fondin e pensionit. Për ato jepet zeqat, për atë nuk jepet zeqat, se kusht i zeqatit është ta kesh pasunin në duart tua, do me thonë ti ta menaxhosh. Ndërkaq fondin pensional ti nuk e menaxhon. Ti ke drejt pas një kohe ose dikur ta ngresh të tërin apo ta marrish, do të thotë në formë të pensionit si shtesë ndaj pensionit. Por derisa nuk e ke ngritur për atë pasuri që është në fondin tënd pensional, derisa është në fond, ti nuk mund ta menaxhosh. Për atë nuk ka zeqat. Kur e merr, nëse e merr, atëherë pra hin diskutimi për çështjen e zeqatit. Kjo është shumë e rëndësishme të dihet pra për çështjen e tatimit, se shumë njerëz mendojnë se nëse paguan tatim, nuk është i obliguar të paguajë zeqat, por nuk është ashtu. Tatimi e ka punën veç, ndërka zeqati e ka punën veç, dhe ky është obligim që me të cilin neve na ka obliguar Allahu i madhrishëm, dhe në këtë drejtim duhet të jemi të kujdesshëm. Një pikë po ashtu e rëndësishme të çështja e zeqatit është kuj i takon zeqati. Zeqati i ka të përcaktuara në Kur'an kategori. Nuk është lënë çështja e hapur. Thuhet fukarave, njerëzve të ngratë dhe kategorive tjera. Mirë po tash, shpesh herë edhe këtu duhet patur kujdes. Disa vëllezër, edhe për zeqatin, edhe për sadekatul fitrin tash që jepet në Ramazan, edhe ajo është sipas medhebit Hanefi vajib, do me thonë duhet që jemi të kujdesshëm edhe sadekatul fitrin ta japim në muajin e Ramazanit, jepet për çdo kënd, jo vetëm për të rriturit, jo vetëm për ata që kanë agjëruar, por edhe për ata të cilët janë të vegjël, edhe për fëmijët jepet e jep normalisht prindi atë, sepse ai është thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pastrim i agjëruesit nga fjalët e liga apo lapsuze që i kanë kaluar gjatë Ramazanit, dhe është ushqim për të varfërit. Është ushqim për të varfërit. Për atë duhet që jemi të kujdesshëm edhe për sadekatul fitrin. Mirë po, ndodh shpesh herë që njerëzit vetë e vlerësojnë këti i takon zeqati dhe sadekatul fitri. E kam unë një njeri i varfër është. Varfëria duhet të shihet sa është ai i varfër. Dhe në çfarë niveli është. Për atë, forma më e mirë e distribuimit të zeqatit, dhënies së zeqatit dhe sadekatul fitrit, edhe pse themi se qartë është u takon njerëzve të varfër, por duhet të jemi të kujdesshëm cili është i varfër. Nuk është i varfër ai që dikush mendon se është i varfër, por duhet të kemi kujdes ta konstatojmë me të vërtetë nëse ai plotson kushtet. Forma më e mirë është forma institucionale. Dhe tash këtu konkretisht në Zvicër, komuniteti musliman shqiptar përmes xhamive antare i ofron xhamatit të vet një shërbim për grumbullimin e zeqatit dhe të sadekatul fitrit dhe distribuimin e tij në vendet të cilat me të vërtet e meritojnë, apo për fondet të cilat janë prej fondeve të zeqatit. Pse? Për shkak se atë e konstatojnë hoxhallar përgjegjës të cilët i njohin rregullat e Islamit. Shpesher ndodh dikush, ndoshta me qëllim të mirë, për dikë thot, valla ki është i varfër, mirë pa nuk ja di gjendjen e tij, sepse çdo njeri që ta shtrin dorën dhe të lyp, nuk do të thotë se është i varfër.
Ka njerëz sot, ka edhe shumë që të mashtrojnë, janë mësuar të jetojnë duke lyer. Dhe këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Pastaj, a ka mundësi të punon, a nuk ka mundësi të punon? Apo edhe ka njerëz shpeshherë i refuzojnë edhe punën. E refuzon punën, i ofrohet një punë e refuzon. Pse? A mësu të merr prej njerëzve, do të vijë Ramazani, do të japin sadakatul fitr, do të japin zeqat e kështu me radhë, dhe çka bën? Ai e refuzon punën. Me këtë ne çka bëjmë? Ne krijojmë parazita. Ne krijojmë dembela, ne krijojmë njerëz të cilët nuk e duan punën. Pra duhet të konstatohet sakt me të vërtet ai person të cilit i dedikohet zeqati dhe sadakatul fitri, a është vërtet i varfër apo nuk është i varfër, dhe për këtë çdo njeri duhet të konsultohet me hoxhën që e ka, apo ku shkon, apo në vendin ku dëshiron ta shpërndaj, me qëllim që të konstatoj se ai njeri i plotson apo nuk i plotson kushtet. Dhe edhe një herë përsëris, forma më e mirë, edhe më e dobishme do të ishte forma institucionale e grumbullimit dhe e distribuimit të zeqatit dhe të sadakatul fitri. Lut Allahun e Madhërisëm që luçet tona, duat tona t'i pranon, nga të këqija të na largon, adhurimet që i kemi bërë në këtë muaj të bekuar t'i pranon, dhe të na mundsoj që të dalim nga ky muaj si njerëz të cilët do të përfitojmë nga mirësitë e Allahut të Madhërisëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.